Kjo javë, në rregull është? Kjo javë ishte pa precedent në 34 vite udhëtim të Partisë Demokratike. Këtë javë, narkodiktatura e Shqipërisë e Edi Rams mori goditjen më të rëndë në tempujt e demokracisë europiane me 2 seancat ndëgjimore në 2 tempujt më të mëdhej të demokracisë në Europë, të parlamentarizmit në Europë, kur në 34 vite nuk ka ndodhur asnjëherë dhe për asnjë vend që në një javë të mbahen 2 seanca të një rëndësie të veçantë, të kushtuara të njëjtit vend, në Këshillin e Europës, në grupet parlamentare të Partisë Popullore Europiane dhe grupin parlamentar të Europianëve konservator, dhe dje në një seancë tjetër, kushtuar po Shqipërisë, kushtuar po të njëjtat problemeve, në Komisionin e Jashtëm dhe të Sigurisë të Parlamentit Europian. Këto zhvillime madhore në historinë e Shqipërisë u censuruan në mënyrë më të papërgjegjshme nga mediat dhe zyrat e qeverisë. Por të dashur qytetarë dhe qytetare, këto zhvillime të pashembullta për një vend, në një hark kohor treditor, dëshmojnë interesin e madh dhe absolut të këtyre institucioneve kryesore të lirive, të drejtave njerëzore, zgjedhjeve të lira dhe sigurisë në Europë dhe në Bashkimin Evropian. Këtyre institucioneve kryesore të parlamentarizmit. Për narkoshtetin po bien kambanat. Kjo është e vërteta e këtyre 2 sesioneve, do t'i quaja të jashtëzakonshme, sepse nuk janë quajtur ato, por e vërteta është se nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë 34 vjeçare që këto 2 institucione në një hark kohor treditor të kenë çështje në agjendën e tyre, Shqipërinë, problematikat e saj madhore, zgjedhjet e dhunuara sistematikisht, krimin e organizuar që ka kap majën e shtetit, terrorin politik dhe shtypjen e opozitës. Nuk ka
veçse një mirënjohje të pakufishme ndaj drejtuesve të këtyre institucioneve që përparësuan në seanca të veçanta jashtë programit të parashikuar problemet madhore aktuale të Shqipërisë.